Prandaj inshallah Zoti e shpërblet me të mirat e tij edhe këtë botë, po edhe botën tjetër. Unë pa humbur kohë më shumë, nuk do ta zgjas, do t'ja kërrej fjalën hoxhës për ta bërë ligjëratën e satit. Inshallah Zoti e shpërblet për çdo mundi kontribut, po edhe fjalë inshallah që do ta thotë sonte në mesin tonë. Po që fillim fjala është e juve, deri në 8:30 inshallah. Se 8:30 na fin gazon për me fillu namazin e taravihit. Se dhe nesër është ditë kundër. Dhe si të nisi rëndë, po dalë me eqës nada. Hajde, bismillah. Fjala për ju. Se keni hoqë 5, të vdekë më rahmetli vjetët për është. Kërë nisë këtë dersi, disa hatë se të shvejtë. Dhe zhë me një apanë për e qështu, dhe kërë nuk jam vëzë lëkatë. Dhe kënë jam vëzë me gjënarët, në si të nisëm, dhe të përrejnë të vendë së nalëm. Allah i në një mëftë. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam. Llogaritën këtë muaj e keni derën e xhenetit qejf. Edhe kështu është. Se Allahu Gjellë Shanuhu i qelë dyrët e xhenetit, e i mbyll dyrët e xhenemit edhe i prengos çato shejtant arrogant që janë më të majtë. Ata të vërë të latërojë. Paskone dhe të shejton të vërë, mi pasli dhe Allahu Gjellë Shanuhu kreti që më zërë rrugë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata të vërë lim, qarkullojnë. Jemi para një derës e xhenetit e hapur. Allahu Gjellë Gjelaluhu më neve në këtë muj ju krenohet me lekve në qilë, me veprat e tona të mira. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në ka thonë, jepni Allahu Gjellë Gjelaluhu material ju me qka me ju lavdruhe. E në këtë muj. Është muj i tesbihit, subhanallah. Muj i namazit. Muj i Kur'anit që ka zbrit Kur'anin te. Muj i iftarit, muj i teravis. Muj që zbret çdo natë një melek në qiellin e dynjas dhe thot: O rob të Zotit, kush po bën mirë prej juve, ja baghi el khair, ebshir. Kush po bën mirë, merr një myshde për mirë. O ja baghi el sharr, e kush po bën keq, stop të keqës. Është muj që zbret Allahu Gjellë Gjelaluhu në qiellin e dynjas, ashtu sikur që i takon madhurisë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muj, edhe thot, a ka kush që bën taube, pendohet t'ja pranoj pendimin, edhe a ka kush që thot astaghfirullah, t'ja fali gabimin. Në qëtë muj jemi, shahru Ramadan, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس udhëzim për njerëzit, jo për muslimanët, po për këtë njerëzit, sepse me neve çuditën të tjerët, edhe po punojmë edhe po agjërojmë, edhe po punojmë edhe ujspëpijmë, edhe po punojmë edhe nuk po hajmë bukë. Me neve të tjerët çuditën. Andaj do më thonë që është në fillim vëllezër dhe juve motra, Allah ju bon shëmbulltyr për popujt që ju shohin dhe takohen me juve gjatë këtij muaji të bekuar. Edhe mundohuni që t'jeni ndaj të tjerëve shëmbulltyr, se ndryshe nuk na ka neve hije. Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: El muslimuna ummatun min duni nas. Muslimat janë një ummet por jo si tjerët. Na nuk jemi si tjerët, nas nuk i kemi hiç. Pse? E kemi model Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E kemi model gjyshin e kretë pejgamberëve, babën e kretë pejgamberëve Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Na jemi tip top këtë drejtim, po pak po neglizhojmë nga disa punë dhe kemi pak si keq, edhe kemi me klasa 2 apo klasa 3 apo edhe më poshtë. Për ndryshe, neve të tjerët na xhelozojnë se nuk hym në xhami të ndyt, me abdes, me gojë klave, me dhëmë klave, me kam klave, me. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë,
رأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل فيه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ Nëse një lumë kalon me përdyrë të juja, edhe lahën një atë lumë 5 herë, a ju jep pislet, a ju jep ndërsin trupat e juj? Jo, ja Resulullah. Ashtu thot ata që e falin 5 vakte, nuk ju jep asë një gjëna në trupat e tyre. Na për që to po veprojmë? Për çka po agjeroni? Se përrini unët? Se përrini jetët? Wallahi për më hinë të qaj vendi për thamë. Të që jo dera. Derë që e ka emnin Rejan. Gjenet me emnin Rejan. Kush jenë tonë? Vetëm ato që agjeroj. Prandaj, ka prej popullatës tonë që jo unë e smoj, jo unë ka ma hangër hapat, jo unë e gjakin në, jo unë e gjakin poshtë, jo unë e ndyrën në, jo pa e ndyrë hisë. Kena me të pa e ndyrë hisë, se të shimë pas e ndyrë, pa këshim po matë mirë, inshallah ta'ala. Prandaj, jemi në një start një turnej, jemi në një marsh, jemi me një muj të kursit intenziv. Edhe dhe ditë si ka me kjo. Ai që ka se ka gjirë u, qëfar të tyre ka ditë në bajo. E që shpe thonë e këzëvsh me shka? Me shka e këzëvsh bajo? Me shka me këzëvsh? Ai që i s'mund të ka arsyet. Ama i shnoshi, me qka? Ama dhe diqka, është një muaj edhe muaj i mbulesës e femrës. E këtu krete ulim kohën. Pse? E dini ju vetë. Buri 5 vakte, edhe gruja 5